Tek Liceu Artistik në Tiranë, ku janë 6 qendra votimi, unë jam në njërën prej tyre. Aktualisht, çdo gjë është gati, po priten tashmë votuesit, edhe pse unë jashtë godinës pash persona të cilët kanë ardhur përpara orës 7, kur është edhe nisja zyrtare e procesit të votimit, të cilët ishin të interesuar për të kërkuar emrat në fletpalosje të cilat janë vendosur të afishuara përpara godinës liceut artistik, pra kishte një lloj interesi, ndërkohë që tashmë çdo gjë është gati edhe në kutinë në qendrën e votimit ku unë ndodhem, ku votuesit pritet të vinë, do identifikohen fillimisht tek pajisja biometrike e cila ndodhet në këtë anë, pra në momentin e parë që votuesit do të vinë për të identifikuar në formë elektronike me anë të kartave të tyre të identitetit, e më pas do të kryhet i gjithë procesi nga anëtarët e qendrës votimit, më pas votuesit do të vinë në 2 kutit e fsheta për të hedhur këtu vullnetin e tyre sa i takon partisë politike të cilën ata do ta votojnë për një mandat 4 vjeçar. Ndërkohë Klevi ti the edhe statistikat në fillim të nisjes së kësaj maratone që News 24 do të zhvilloj për 72 orët në vijim për të ndjekur dhe për të mbuluar çdo ngjarje, jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë Shqipërinë, dhe siç ti e the janë rreth 3.7 milion zgjedhës shqiptar me drejt vote, por këtë herë të ndarë në 2 lista, një listë prej 3.4 milion shqiptarësh, të cilët do të votojnë në Shqipëri dhe të tjerët 245.935 të cilët janë regjistruar në procesin e votës pra të ardhur nga diaspora. Ndërkohë, me interes pritet për të parë edhe pjesëmarrja e votuesve për herë të parë, duke qenë se në zgjedhjet e vitit 2021 pati një numër shumë të pak të zgjedhësve për herë të parë në këtë proces, janë rreth 115.000, ndërkohë 1.081 shtetasve ju është mohuar e drejta e votës për shkak të dekriminalizimit dhe krimit që ata kanë kryer, ku përveç ndalimeve të tjera ju është hequr edhe e drejta për të votuar. Janë rreth 5.225 qendra votimi në gjithë Shqipërinë dhe ndërkohë janë edhe 93 komisione zonale të administrimit zgjedhor KZAZ, të cilat quhen, të cilat do të kryejnë gjithë themi menaxhimin e këtyre votimeve të kësaj dite. Ndërkohë tashmë për të respektuar edhe heshtjen zgjedhore, duke qenë se ende jemi në tillë formë, unë nuk do hyj në detajet të tjera, por që tashmë dita është e qytetarëve për të dalë, për të votuar dhe për të hedhur vullnetin e tyre në kutitë e votimit. Po, Klevi. Ende nuk ka në këtë qendër votimi votues të cilët pra kanë ardhur për të votuar, pritet të vinë në qendrat e tjera të votimit, paktën sa kanë parë, atëherë erdhi edhe qytetari i parë, i cili erdhi për të votuar, meqense është i pari në këtë qendër votimi dhe siç unë e përmenda edhe pak më herët, është ky proces i të cilin votuesi do duhet ta kryejë identifikimi biometrik i tij, i cili bëhet me anë të kartës së identitetit, pra ndërkohë nga ana tjetër, pra ishte pas një lloj problematike identifikimi, mëtej do të vijojë i gjithë procesi mëtej për këtë votues, ndërkohë që do duhet të theksojmë edhe faktin tjetër, pra është edhe shenja që i vendoset në gishtin e tij, ndërkohë që është edhe votuesi i dytë gjithashtu i cili ka mbërritur në këtë qendër votimi, tashmë nisi zyrtarisht në këtë qendër votimi, ndërkohë që pritet pra që të paktën, duke qenë se është një lagje shumë e rëndësishme e Tiranës, e njësisë numër 2, patjetër e numri i popullsisë është mjaft i madh, çka do të thotë që edhe pjesëmarrja të paktën në normalitet në këto qendra votimi është mjaft i lartë, por duhet të theksoj edhe faktin tjetër që këtu është edhe një pajisje e cila kryen themi monitorimin për gjatë gjithë procesit të votimit, është një kamerë e cila do të monitorojë çfarë ndodh në qendër votimi, jo vetëm këtu, por kjo kamerë është vendosur në 5.222 qendrat e votimit në gjithë Shqipërinë për të monitoruar moment pas momenti të gjithë çfarë ndodh në një qendër votimi. Të paktën tashmë është edhe votuesi i dytë
i cili pra tashmë pritet të votoj, po ecën normalisht dhe votuesit i drejtohen më pas kutive të fsheta për të hedhur aty vullnetin e tyre.